Përshëndetje. Përshëndetje juve dhe gjithë shikues të Klan Kosovës. Në nderim të manifestimit e epopeja ushtrisë shqiptare të Kosovës, sonte në Prekaz mbahet Nata e Zjarreve. Nata e Zjarreve është traditë e cila simbolizon sakrificën, guximin dhe flakën e lirisë, duke kujtuar kështu epopejën e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe heroizmin e komandantit legjenдар Adem Jashari, familjes Jashari, si dhe të gjithë të rënëve për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Sipas agjendës qeveritare, nga ora 19 fillon ndezja flakadamëve në kompleksin memorial Adem Jashari, po ashtu edhe në të 7 rajonet të Kosovës. Më pas nga ora 19:30 vjen edhe programi artistik në sheshin Adem Jashari në Skenderaj, me çka përfundon edhe programi shënuesi 27 vjetorit të epopesë. Në nderim të familjes Jashari, mbrëm tek salla e kuqe në Pallatin e Rinisë u mbajt edhe Akademia përkujtimore për epopejën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. U mblodhen për të nderuar rezistencën e familjes Jashari. Salla e kuqe u mbush me personalitete të ndryshme, e krerë shtetëror në Akademinë përkujtimore të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, mbrëmjen e së enjtës. E vajza nga kjo familje emblematike që shpëtoi gjenocidit serb, Marigona Jashari, kryefjale pati kontributin e grave shqiptare në luftë, përfshirë edhe epopejën e UÇK-s. Në këtë fjalë të shkurtër përshëndetse me qëllim theksova traditën e kontributit e gruas shqiptare, sepse ndonjëherë sikur harrojmë të kujtojmë sakrificat dhe kontributin e saj gjatë historisë. Kjo traditë vazhdoi edhe në formën e saj unike edhe në epopejën e Marsit, ku anëtarët e familjes sonë dhe të lagjës Jashari si një trup i vetëm u flijuan për lirinë, për kombin. Familjen e Marigonës e çmoi fort edhe kreu i qeverisë, Albin Kurti. Rënja heroike e Adem Jasharit dhe flijimi i 58 familjarëve të dyja gjenive, prej Blerinës 7 vjeçare e drejtë Bas Shaboni 74 vjeçar, ishte si një shok elektrizues që përshkoi të gjitha qelizat e trupit të popullit shqiptar. Përkundër efektit terrorizues që synonte Serbia, Historiani që u mor me hulumtimet e luftës së Jasharëve, tha se ngjarja e atyre duhet të marrë jehon edhe përtej kufirit. Që historia e Adem Jasharit të mësohet edhe në përbotë, siç mësohen historitë e luftrave të popujve të ndryshëm për liri, ajo duhet të shkencërohet duke u studiuar me të gjitha etapat e saj, përmes grumbullimit të çdo materiali dokumentar dhe audiovizual, si dhe ngritjes së një arkivi të historive gojore të gjithë atyre që kanë patur të bëjnë me të në këtë histori. Kjo akademi përkujtimore u mbyll me performanca artistike. Ndërkohë, sot shënohet edhe 7 marsi që njihet si festa e mësuesit dhe festohet në të gjitha shkollat dhe universitetet shqipe. Është një ditë simbolike për të kujtuar e vlerësuar mësuesit për përkushtimin e tyre në mësimdhënie dhe në përgatitjen e brezave të ardhshëm. Zanafilla e kësaj dite përkon me hapjen e mësonjetores së parë shqipe, e cila u hap në mars të vitit 1887 në Korçë. Në nderim kësaj dite, ministrja në detyrë e arsimit Arbriana Kapci, duke uruar mësimdhënësit, tha se si Ministria e Arsimit janë angazhuar për të ngritur standardet e edukimit në vend, duke potencuar se synim kanë që edhe me tutje të krijojnë një ambient arsimor që frymëzon dhe motivon. Ndërkohë, gjatë ditës së enjte në Mitrovica të Veriut u raportua për një incident. Sipas gazetarit korespondent të Klan Kosovës Ural Boshnjaku, disa të rinj shqiptar janë përfshirë në një konflikt fizik me disa të rinj të nacionalitetit serb dhe boshnjak. Sipas tij, dyshimet fillestare tregojnë se kanë qenë 4 persona të cilët kanë sulmuar 2 të rinj shqiptar, të cilët kanë kaluar në veri. Bëhet fjalë për 3 serb dhe një boshnjak, të cilët janë të dyshuar për këtë sulm. E rastin për Klan Kosovën e ka konfirmuar edhe Petrit Fejza, shefi i operatives në policinë e rajonit të Veriut. Sipas tij, 2 prej të rinjve shqiptar kanë besuar lëndime dhe janë dërguar për trajtim mjekësor. Ai njoftoi se janë marrë 4 të rinj të sulmuesit si të dyshuar, por 3 prej tyre janë liruar pas verifikimit të kamerave. Si rrallë herë në historinë e pasluftës Kosovës, institucionet shtetërore aktualisht nuk kanë asnjë kontratë aktive lobimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nga viti 1992 Kosova ka pasur pothuajse vazhdimisht kompani lobimi të kontraktuara për të shtyrë përpara agjendat dhe interesat e saj në SBA. Sipas Radio Evropa e Lirë, për momentin asnjë kontratë e tillë nuk listohet si aktive në webfaqen e aktit të regjistrimit të agjendave të huaj FARA të Departamentit Amerikan
Amerikan të Drejtësisë. Deri vitin e kaluar, Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës i ka pasur 2 marrëveshje të tilla, por ato tani kanë skaduar. Për fund e kemi edhe një lajm nga sporti. Sot nis jafa e 23 në Superligën e Kosovës në futboll. Në program është vetëm një ndeshje, ajo mes Ferizajt dhe Suharekës. Kjo ndeshje zhvillohet në stadiumin me bari sintetik në qytetin e Ferizajt nga ora 14. Ferizaj dhe Suhareka kanë pikë të barabarta në ligë nga 26 në pozitat 6 dhe 7. Synimi i 2 skuadrave është mbetja në ligë për sezon e ardhshëm, pasi tashmë një kalim në Evropë është vetëm ëndër. Kujtojmë që Suhareka është pa trajner pasi ditë më parë largoi nga puna Qëndrim Kidën. Me ka që mbyllim edhe këtë edicion informative, ju vazhdoni të qëndroni këtu me ora 7. Mirupafshim.